Mendim ke për të moralizotin që ju drejtohet ju socializim, do t'ju ham gjallë. Jo, se nuk ta them që ta marrë seriozisht. Çka ka punu ky berber? Nuk është puna se njeriu mund të bëjë çdo lloj pune, po. Që mund të dhuroj unë një palë gërshërë këtij edhe e kuptova. Se të njëjtën gjë i thash zonë para pak ditës dhe sinqerisht është një klon. Është një klon për arsyeën se nuk dua. Jo, këtë hiqet si djath, këtë shkon as një kohë. Domthon nuk ka një profil, po është unë e përkufizova një lavierës. E le përgjysëm, shkon pas një komunisti ekstremist. Pas një komunisti ka ngjellë malla fundit, këtë thotë jam i djathtë. Pastaj ajo që tha familje, se këtu ta kisha, unë nuk jam për të vrarë njëri. Ky koncepti, shikoj. Është ato familje dëshmore, si këto ku janë këta, jo më fal ta pres, se ky koncepti i sovranistëve, nacionalistëve e tjerë me radhë që kërkojnë të përputhen me familjen ka rënë vlla. Është biznes edhe ky. Po. Shikoni zotin Trump sa palë martesa ka, edhe sa palë fëmijë ka. Shikoni këtë zonjën neonaziste të Gjermanisë, se çfarë familje e tjera. Këto janë koncepte që përdoren thjesht dhe vetëm për nevojat e biznesit politik. Po i lëmë këtë familje, unë jam rrac, sepse gjyshi këtij, fatkeqësisht e kanë vrarë. Pse unë që kam prindit nga fshati Çar, se dëgjova këtë që tha gjysmë pinge e tjerë me radhë. Po. E para njeriu rritet me vlerat e veta, këto që sjellin biografinë bëjnë vetëm gjë që bëjshim në familje dëshmori. Tjetra gjyshi këtij ka qenë bashkëpunëtor i pushtuesve italian. Pra, si ka myrë kësaj gjëje, s'kam dashme ndaj vendit, tradhti ndaj vendit dhe ky. Ilir, të themi gjë, kush përçmon të varfrit, të pamundurit. Se me vdekjen e Papa Franceskut pash edhe një term në këto mediat italiane, që thështë ishte papa i të fundmëve. Nivelit më të ullët e tjerë me radhë. Kush përçmon këta? Natyrisht është që një njerëzore. Dhe ai nuk është, dhe ai ka një kompleks të madh inferioriteti. Kjo është histori tjetër. Dhe këtu fillon prandaj përdorin familje gjithë kanë nderuar me nona baba jot për ty njerëzit më të nderuar dhe më të mirë. Nona baba im dhe kështu, por përdorin këto familje që kanë net dhe rrinë sus majmun dhe sot na luajnë të fortin këto. Mos. Unë njoh sa gërshërësh ka mirë. Të varfër me një dinjitet. Mbi mesataren e dinjitetit atyre që janë parlament, një pjesë të atyre që janë parlament. Është dhe i cekët si njeri, është dhe i cekët, pa nuk jam bleme e zgjat me te se një klon. Sa ka nga këta që hynë dalin nga parlamenti, ka shumë. Një klon.